Stop! A e di që kripa që shton çdo ditë në ushqim mund të jetë armiku i të më i heshtur? Rrit tensionin e gjakut. Konsumi i tepërt i kripës detyron zemrën të punojë më fort, duke rritur rrezikun për tension të lartë dhe sëmundje kardiovaskulare. Dëmton trurin. Studimet tregojnë se kripa e tepërt lidhet me dëmtime në qarkullimin e gjakut në tru dhe humbje kujtese me kalimin e orëve. Dëmton veshkat. Trupi mundohet të heqë natriumin e tepërt dhe kjo ngarkon veshkat, duke shkaktuar lodhje e mbajtje uji. Krijon varësi. Kripa stimulon të njëjtat zona të trurit si sheqeri dhe nikotina, prandaj është e vështirë ta kontrollosh. Kujdes, mos e hiq kripën plotësisht. Trupi ka nevojë për pak, por jo për shumë. Zgjidh krip Himalaje ose deti në sasi të vogla dhe mos haro, shija nuk duhet të jetë më e fortë se shëndeti. Shkruaj në komente sa krip përdor ti në ditë dhe a e ke ditur këtë fakt. Na ndiq në Befasi 360, lëre një like dhe shpërndaj edhe me të tjerët.